Këshilli i komunës së Kërçovës mbajti mbledhjen e dytë ku në rendite pati gjithsej 6 pika, të cilat kaluan thuajse pas një vërejtje esenciale. Mbledhja u drejtuan nga kryetari i Këshillit, Dr. Aqif Mediu. Mbledhja e sotme e Këshillit të komunës së Kërçovës kaloi në mënyrë konstruktive, e cila mbledhje edhe pse ishte e dyta me radhë në përbërjen e re të Këshillit, praktikisht ishte e para, sepse mund këtë mbledhje në rendite kishte gjithsej 6 pika të rendit të ditës, të cilat kishin të bëjnë me interesin e qytetarëve të Kërçovës. Fillimisht u dha betimi i këshilltarëve të Aleancës për shqiptarët, të cilët nuk ishin të pranishëm në mbledhjen konstitutive, e pastaj filluan diskutimet për propozim vendimet dhe plotësimin e ndryshimit të buxhetit të komunës dhe raporti kvartal për buxhetin. U miratua propozim vendimi për ndryshim të rregullores të punësuarve në komunë për rrogat e tyre dhe krejtësisht në fund u formuan komisionet e Këshillit. Pas mbledhjes, kryetari i Këshillit të komunës, Dr. Aqif Mediu, për mbledhjen e sotme dha këtë vlerësim. Kjo ishte mbledhja e dytë e Këshillit komunal, këtu asamblesë komunale. Shkoi puna ashtu si duhet, shkoi mirë, nuk kishëm në një debat kështu. Debat normal, demokratik, po kanë kalu të gjitha pikat e rendit ditës, gati të gjitha ishën me shumicë, me 23 vota për. Në disa momente kështu, kishte edhe të përmbajtur, si pam ne që ishëm prezent, për pikat kryesore të rendit të ditës kalun mirë, kishëm një farë verifikimi mandateve të antarëve të Këshillit të cilët nuk ishën ma heret, një 3 këshilltarë, e dhanë betimin solemn, edhe patën pastaj të drejtë vote, duhet të hidhet si pike pare rendit të ditës, për shkak të marrjes së tyre pjesë në votën e matutjeshme të punës së rendit ditës. Ky rendit ditës ishte prej 5 pikave. Pika 2 të rendit ditës kishim një propozim të vendimeve për shkarkim dhe emërim të antarëve të komisionit të mëparshëm, në vend të cilit u zgjodh një antar i ri, edhe ajo ishte shumë në rregull shkoi. U votu një zëri. Pastaj kemi një propozim të vendimit për ndryshim dhe plotësim të buxhetit komunës, i cili personi i komunës, zyrtari i komunës një burimi atje, na e shpjegoi detajisht çka ishte në pyetje për këtë pikë rendit ditës, kështu që edhe kjo kaloi gati unanimisht, ishte me gjitha me një vërejtje të antarit atipit, që tha duhet të informohet e komisioni, në të ardhmen edhe ajo çështje do rregullohet. Pastaj kishëm miratim të raportit të kvartaleve, cila na i zbërthej ajo Mara, çka janë ata kvartale, 3 mujorsha, edhe ajo ishte në rregull, kaloi. Kishëm një propozim tjetër për ndryshim të rregullores për rrogat e punëtorëve, atje kishëm do probleme në komunë, që pa marrë vendim Këshilli i komunës ata nuk mundin t'i rregullojnë, e kaluam edhe atë në të mirë të atyre njerëzve që punojnë atje, që të marrin rrogat e tyre ashtu si e meritojnë, edhe të mos kenë probleme procedurale komuna jonë, të vazhdojnë të punojnë ashtu si ka hije, si ka punu gjithmonë, në të mirë të i popullit, në të mirë të punëtorëve që shërbejnë aty. Edhe pika e fundit ishte një propozim nga komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime. Ju ishët tu prezent, ne e kemi këto është një listë e gjatë aty në komisioneve, të cilat i kemi përpunu ma herët, gati se cila parti ka përpunu mas pari në mënyrë veç e veç. Pastaj ne kemi pas të udhëhec të partive, si e thonë këta e komisionet, komisionerët e partis janë bashku të gjithë bashkë, dhe në një mbledhje paraprake janë marrë vesh që ata që i lexuam pak ma heret, komisionet i botum të gjithë bashkarisht, unanimisht, edhe shkoi mirë. Mbledhja e sotme kaloi në përgjithësi me atmosferë konstruktive, pa replika dhe kundër replika të mëdha, madje të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan thuajse një zëri.